Të nderuar xhamatli, të nderuar të pranishëm, jemi ndalë me hadithin e gjatë të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, hadithi i cili adresohet tek ulemat si hadithi Gjibrilit, por mban një emër të madh, hadithi i Islamit, hadithi i cili e shpjegon imanin në Allahun te bareke ve teala. Dhe ky hadith përmendëm se ka një histori të cilën e ka transmetuar Imam Muslimi nga djali i Omerit Abdullahu. Dhe kemi përmendur disa prej mësimeve të cilat i kemi nxjerrë nga ky historik dhe na kanë ngelë disa të tjera para se të futemi në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Abdullah ibn Omeri, më ka treguar baba jam se një ditë prej ditëve kanë qenë me pejgamberin alaihi salatu wasalam në Medinë, kur ka hyrë një njeri i panjohur për të gjithë ata. Ka pas flokë të zeza dhe petkun e bardhë, duke mos pas asnjë shenjë të udhëtimit. Dhe është ul para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në gjunjë dhe i ka vendos duart e tij, shuplakat e tij në prerin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka filluar ta pyet dhe i ka thënë: "Ja Muhammed, o Muhammed, tregom çka është Islami?" Dhe i ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasalam, duke është përgjigj: "Islami është të dëshmosh la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah", deri në fund të hadithit. Ne do të flasim për pjesën e mbetur të hadithit me lejen e Zotit te bareke ve teala, por se do të ndalim edhe për pak premtime të i kanë nxjerrë dietarët në këtë pjesë të hadithit. Premtimeve që i kanë nxjerrë dietarët kanë thënë: pse Gjibraili erdhi në formën që s'mund ta njihte askush. Ka pas raste, hadithe tjera, që Gjibraili ka ardhur kur ja ka prush pallën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në njërin e njohur prej tyre. Ka ardhur si në fytyrën e njëri që ata kanë njoft. Në këtë rast erdhë në një fytyrë që se njihnin, pa gjurmë të udhëtimit. Pra ata, Omeri çka tha? As i njohshëm s'ishte, se s'është i Medinës, ishte udhëtar, po s'kish gjurmë të udhëtimit. Sepse ai që ka udhëton s'mund mi pas petkat e bardha. Ai që ka udhëton 500 kilometra në pluhurin e Medinës edhe Gadishullit, s'mund mi pas petkat e bardha edhe flokët e zeza. E këtë pse e bani Gjibraili? Dietarët nxjerrën një mësim të madh nga kjo ardhje në këtë formë e Gjibrailit alayhi salatu wasalam. Çfarë thanë? Ed-dinu wahidun lil qaribi wa lil ba'id. Kështu thanë ata. Feja një, feja Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, feja Zotit o një, si për të afërmin edhe për të largtin. Andaj, kur ka ardhur i afërmi dhe e ka vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka Islami, ka thënë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Mirë, ka ardhur një njeri kur kush s'pe njeh. Kur kush s'pe di kush është. As ti sahabes s'pe di. Dhe po thot çka është Islami. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja jap njëjtin jawab. Çka ja ka dhënë atit gatmit. Kjo çka argumenton? Se kjo fe o një. Kjo fe nuk bëhet për dikan, për ty malet vëlla. Për ty lejohet, për ty s'lejohet. Harami mbet haram për këtë dunjë. Halali mbet halal për këtë dunjë. Namazi o farz për këtë. Nuk mundet dikush, hoxh qoft, dietar qoft me shkarku di kam për detyrave. Me thonë ti për të lirojnë ata. Këta e bojnë veç dërvishat, këta e bojnë veç sufit. Me thonë ti put ma dorën edhe ti e i lirë. Ama në fejnë e Zotit s'ka. Feja e Zotit e për këtë njësoj. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam fejnë këtë njësoj ja mësoj këtë. Andaj e thiri Fatimën, e thiri Abbasin migjën e vetë, e thiri Safijen halën e vetë. Dhe shka ju tha? Tha oj qika jeme, o hala jeme, o migja jeme. Shpëton e vetën të Allah i vetë, sepse më kini muë diçka, s'ju baj dobi të Allahu gjelluara. Feja një, për si celin e punon farzin, e kryin dhe tyrën që ta ka kërku Allahu gjelluara, e merës përblimin. Mos mendo, shikon njerëzit po, gjenë dikan, që thot, ma ka nënshkrujt muë. Apo, e gjenë njerën thot, ne ka nënshkrujt neve, se ka mata halal. Po kush ta nënshkrujt të Zoti? Te Allahu gjelluara, kush ka me ta nënshkrujt? Në nuk mëna me te i kalu urë në siratit pa e nënshkrujt Allahu gjelluara. E nënshkrimin e Zotit s'mun është me morë me filana dhe allana. Pe nga mesa me katërheq vete ka dhënë oj Safije hala jeme, oj Abbas migja jem, oj Fatime qika jeme. Së në të nënshkrujnë e të Zotit gjellë. E njani thot, na e kena hoxën, e kena haqijen, e kena ata. E njohën e thot hoxën, dost, hajtë se ja bajune. Me një kafe e ndreq i punën. Po ti me hoxën e ndreq. Gjithë dhitën e ndreq. Shi ka ndreq me priftat, e i ka ndreq me budistat, i ka ndreq, e kanë qitë një, ka ndonë folti. Bana e rap shkej. Po si ja bojna me Zotin. Atje në varë, kanë e thirë. Atje në varë ku të shtin.
që i fusin njerëzit për ditë çka ka fal Allahu xhela po e fusin dikan në varr. Ati çka i thua? Më ka thonë Allani? Po më ka thonë se sa që ka qëran? Andaj merre këtë gjendje Gjibrailit se si ardh, edhe gjendjen e pejgamberit se si u përgjigj. Ai tha mësam, hajt mas i ke ardh për lartit po ta lecojna pak tije. Jo. La ilaha illallah për krejt, namazi për krejt, zakati për krejt, feja Allahu të një. Nuk mundet dikush me të ngarku ma tepër, as me të shkarkue ma let. As së të ngarkon, as së të shkarkon, pos me izën e Allahu xhelle xhelal. Kjo është mësimi. Dhe mësim tjetër që kanë gjithë tjetarë. Pyetjen e parë që ja ka bëu Gjibraili, që i ka thënë: O Muhammed, çka është Islami? A mu ta paramendoni sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë, pak para se me ndruje disa vite pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vjen Gjibraili me mësu fejen sahabeve dhe i thot Muhammed sam, çka është Islami? Pra ata e dinin çka është Islami. Pa ta për Islami që tu jetu, tu frimu me Islam. Megjithatë i tha i Gjibraili, nga se Gjibraili si bante pyetjet për veti. Dhe në fund ju ka thënë mësam, kita s'ka po pyetje për veti. Andaj Omeri çka thonte? U çuditshmi, vetë ke pyetje në fund i thoi ke çashtoa. Realisht pejgamberi si thu çashtoa, se ti nuk ja vërteton atij, ai ta vërteton ty. E Gjibraili e vetë ke dhe ke çashtoa. Pra çashtoa merr në vash ju tjerë. Nësa ju melek. E atar pse e veti pyetjen e parë të Islamit? Çka argumenton kjo? Kanë thënë dietarët prioritetet. Mos mi përzi musliman çka e para, çka e dyta. Nuk bëhet Islami mas gjatës. Nuk bëhet Islami mas kafës. Nuk bëhet Islami mas shejtorës. Nuk bëhet Islami para asnjë sen tjetrit. I bëhet njerëz ankon, apo nuk bëhet Islami para parkingjeve. S'po dina mu parku, e tash këtë dunja këna me çupeshna, apo? Jo njerë mësojnë Islamin. E kur ta mësojnë Islamin këti marrësh pastaj. Andaj Gjibrili pyetjen e parë, tha, çka është Islami? Mëso ma njerë ti mu Zotin, ta diun Allahu xhelle xhelaluhu, pastaj në hije në këtij mësimi, në hije në këtij besimi, këti ndrejç jone. Mirë, nëse këti ndrejç këta e këtë prisht, atë do bi diçka. Atë do bi diçka. Nëse ti zemër s'kije, si shumë të miri paska, dur të flak bardhë paska, shumë i heshëm koka, ama i dekt koka, a duhet diçka? A duhet një gjenazë e bukur tije? Shumë i mirë koka, e se ma, babë me pas valla se ma, gruje me pas e hek. Andaj qëka Allahu që e ka po liqë, dhe vdek me hek. E qëka nëse na në Islam jena të vdekt, Allahu na gjallë të gjithë. Andaj Gjibraili i tha, qëka Islami? Ka thëmë qëka Islami? E tash, Gjibraili sa e dija i këtë punë, edhe sa e din këta qka pi u ban me isharet, i dini këto punë. Andaj ma e men, mësë të shkoj e menja se i di, unë e di fejen. Jo, deri frimën e fundit kime mësue. Deri se të dërzoj shpitin Allahu Gjela kime mësu për Islam, për shahadet, për namaz, për zeqat, për agjerim, për haq, për iman, për gjithë shka që ka të bojmë Allahu të bare kjo e tala. Sepse si e imun, se janë konë sahabët, e ku mona. Dhe mësimi i fundit, dhe me këta e përfundojna, kanë dhënë djetarët, Allahu Gjeli Gjelaluhu, krejt që ka li për njerëzve, krejt që ka li për njerëzve. Rezumeja është kjo përmbajtja shahadetit për të cilën dhe flasme në gjëratën e arshme me lejnë Allahu të bare kjo e tëra. Pra kur i thash ka është Islami, qka i tha për mësam? En të shhede, të dëshmosh la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Këta dhe flasim qka kjo, që shqybje kë, me dëshmuhe. Por se, para se me shkute kjo, dije Allah i vesh një punë e ka lipi neve. E kemi përmena, shumë ligjërata këto është radhe hadithit. Allahu nuk në ka lipi neve me jarujt kodrat. Nuk në ka thonë neve do njerëzit dilni kënejna se mësani lëviz toka kënejna. Balancone, ma ne kuj libri, si na nije, do kënej do anej. Apo, në gjdo sena qka punojna na, e ndrejsa qështu. Nuk në ka thonë këshyre se jes do një arun e haroj qilën. Jo, kur gjës në ka libri. As nuk në ka thonë këshyre në ta kom kriju një zemër që ati po helbet që harojune, hasha vë kella. A i ke, zemën, a i ndrejq. Luktin, a i taban. Ta ka ofru ushimin, ka thonë edhe musu mërzit, unë e ta përpunoj. Apo, kreti ka bazën, frimën, unë e ta jap, oksigenin, unë e ta jap, forcën, unë e ta jap, kreti unë e ta jap. E o Zot, pse mi dhove këtë këto? Tja, ke mendu dhe njerë, pse lëvizin këto, këtë falje du të lëviz tje. A ke pagujti dikun zemra që kaq, lukthi që kaq, syt që kaq, veç që kaq? Jo, këtë gatë që me kimo. Dhe punojnë pandale ato. Atë ka thonë si një dhe njerë, shumë e të më hargjue. Jo, këshyrë që ka dush, dëgjë që ka dush. E mirë, këto të mira,
cila rizimeja, çka po do Zoti bi neve? En tashhadu an la ilaha illallah. Të dëshmosh me këtë çto organe se nuk ka Zot që meriton adhurimin pas Allahu xhelel xhelalu. Andaj Jibraili pyetin e parë çka i tha? Çka Islami? Çka Islami? Për çka jeni kriju ju? Andaj këtë këto të mira çka na i gëzojna, i ban haram edhe i ban objekt xhenemit nëse nuk e realizon la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. A e kuptove tash? E thjesht është. Gjitha të mira që ti ka thënë Allahu, ka thonë i lan me qëta. Që veç ka lë qështu, pastër, ketë la me i kije, në gjennet qojna, me lejnë Allahu të bareke vë teala. Po nuk e bone qëta, nuk e realizove mirë shahadetin la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, atëherë të merë logari për ketë, paguje sinin, paguje veshin, paguje zemrën, paguje kamë, paguje damartë, paguje gjakin. E ku i merë parët dhe me pagujt? Qka i jep Zotit? E ati edhe parët si duhen. Atare si avan me Zotin? Atare kër e shef se s'kime shka i me i pagujt, Allah e të shkon gjener. A e kuptove tash ma thjesht? Nëse nuk e realizon shahadetin, kretë mira qka ti ka dhanë, përfundojnë gjener. E lusmi Allahu që Allah mos të ban banur të gjenemit.